si ta forcojmë imanin. Qysh me forcu imanin? Qysh me pas imanin e fort? Qysh me pas imanin stabil? Dietarët islam të hershëm, Allahu i mëshiroft, kanë përmend disa 10 punë. Kur them do të thonë disa shumë punë kanë përmend, të cilat e shtojnë imanin e besimtarit. E është mirë me i majtë në mend, ose me i shkrue, ose masanej do me thonë me i qitë letër, kur shkoni në për shtëpijat e juja nëse s'harrani, sepse këto na duhen për ditë. Une edhe jo edhe këtë besimtar kemi nevojë për me shtu imanin, për me përtri imanin, për me përforcu imanin. Dhe cilat janë punët, të cilat e shtojnë e forcojnë imanin e besimtarit. E para për tyne është me njoft Zotin tënë, me njoft krijuesin tënë, me njoft Allahun xhalla shanuhu, me emrat e tij, edhe me njoft cilësit e Allahut, sifatet e Allahut. Kish me thonë dikush, hajde që emrat për i lexoj, po cilësit e Zotit, pse do të me i ditë? Wallahi vllazën provoni me mësu emrat e Zotit, edhe me i ditë do me thoni se çdo emër i Zotit ka një mesazh. Çdo emër i Zotit ka një mesazh. Çfarë mesazhi? Po e zom njeriu është gjunahçar. Mos me i ditë emrat e Zotit çka bën? Bjen gjuna, runa zot, një gjuna të madh, një prej atyne 10 mëdhajave. Edhe bjen të njënën prej këtyne. E që në kohën bashkohore zakonisht njerëzit në peqityne 7 bjen në kamat. Dhe me thonë grope e madhe kjo, e hapë në kjo dera e kamatës edhe e hanë kamatën. Fajden, dhonë me fajde me kamat, marrin me fajde me kamat, dëshmojnë fajden kamatën, edhe shka edhe regjistrojnë fajden kamatën. Gjëna, prej gjënaheve shkatëruse, nuk jem të trajtu kamatën. Ai që nuk i din emrat e Zotit. Ai shka ndodh, ai dëshprohet, ai ftofet për jetës të të akumran këtë gjëna shkatërus, po jem shkatërue, ja nis krejt gjënaheve tjera renshkan. Ose, runa zot, bën edhe vetë vrasje. Sikur ai për shembull i riu që ka jetën e lumtur bashkëtorë me grua, me fëmijë, mashallah, apo e zon moshën më të mirë, 30 vjeçar. Po rrethonat tap, për një moment caktuar më ron zina. A është gjëna i madh po? A është gjëna shkatrues po? A është gjëna i kopshëm po? A është gjëna i zi po? Nëse nuk i din emrat e Zotit, ose disa prej emrave të Zotit, nëse si din cilësitë e Zotit, sifatet e Zotit, edhe ky mundet me marrë të poshtën, edhe ky mundet me falimentue. Edhe çka thot, ja, unë u shkatrova, edhe thot unë mos kam ftyrë me i dalë para para astmive e myt veten. Se neve plot raste po na vinë, që po dëgjoj me vrojti veten. E varri veten, qysh më vlla? Njëri po të pat një borç, tjetrin e zuni gruan flagrancë, tjetri hinin drog, tjetri në alkohol, tjetri anena ku ta djone, edhe duke mos e njoft Zotin, po vjen dejtë një keqe shumë e madhe. Se një gjëna është një keqe e madhe, po runa zot me përfundu tragjikisht, mi amar shpirtin veti, më bo katili vetë vetës, kjo është gjëna i madh. E ai që e njeh Zotin, kur e bën gjënahin pa paramendim, tap ndodh aksidentalisht. Ai e kujton se Zoti tina e ka në emrin Er-Rahman. Çfarë do të thonë Er-Rahman? I gjithë mëshirshëm. El-Ghafur, falës i madh. Edhe nalet pendohet. Edhe e din se e ka Zotin shka? Tawwabun Rahim, që do të thotë pranues i pendimit edhe i mëshirshëm. Edhe ta pranon pendimin, edhe të mëshiron, edhe të fal. Kur e din ti që Zotin e kje Tawwab, El-Rahman, El-Ghafur, El-Rahim, e kështu me radhë, çka të kthehet shpresa për jetë, të kthehet i myti për me jetue, edhe pse e ke bu gjënahin e madh. Edhe pendohesh tek Zoti, edhe çka? E kështu çka thot Zoti jot, thot të keqen pasaj e me të mirë. Pendov, edhe të keqen pasaj e me të mirë. Pse?
innal hasanat yudhibna sayyiat, sepse punët e mira I fshin punët e këqija. Edhe çka del në rrugë të Zotit, mas I ka devijue, del prap në rrugë të Zotit, edhe I punon punët e mira. Ai që e njeh Zotin, ai e don më shumë Zotin. Ai që e njeh Zotin, ja ka më shumë të frikën Zotit. Allahu Teala po thot: "Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama." Vërtet Allahut më shumë të ja kanë frikën prej robët e tij kush? Ulema, dietarët. Ata që e dinë Zotin, ata që I dinë emrat e Zotit, ata që I dinë cilësitë e Zotit, ata që I dinë sifatet e Zotit. Pra, ne si besimtar musliman, kur të na dobësohet imani dhe kjo ndodh, nëse s'ndodh brenda 24 orëve, ndodh brenda javës, ndodh brenda muajit, ama patjetër ndodh brenda vitit. Patjetër ndodh brenda vitit. Se po mënesh 30 ditë Ramazan me fal sabahin xhami, ja tani një 300 ditë tjera s'po mënesh me fal sabahin xhami. Po ti çaj njeri je, çaj xhami është, çaj xhamat është, çaj Kur'an është, çaj ezan është, çaj ikamet është. Ja Allah, diçka më ka dobësuar më. Ani forcaje pak. Dhe çka tham? Puna e parë në shtimin dhe forcimin e imanit është me njoft Zotin xhalla shanuhu, me njoft krijuesin e gjithësisë. Në këtë pikë është temë në vetin, nuk kemi kohë, po ju kisha këshillu si detyrë shtëpie, me marrë domethënë, me këshyr emrat e Zotit, me këshyr mesazhet e Zotit, sepse çdo emër e përcjell një mesazh. Ta shën një mesazh që ka me të qëllua bashkë ty që e kje një hall, që e kje një dert, që e kje një breng. S'ka mundësi për gjithë aty në emrave të Zotit, që ne I ka kallëzu Zoti për veten e vet, ose ne I ka kallëzu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për Zotin ton, që janë 99 e ti mos me gjetë veten aty me gjetë një mesazh. Lepe se ki me gjetë për çdo hall, dhe çdo breng, dhe çdo shtetësim, edhe çdo gale, edhe çdo dert, edhe çdo mezi, çdo fatkeqësi, e ki aty një emër të Allahut që të gjinë ty afër. S'të kalon Allahu vetëm në asnjë rrethon, në asnjë kohë, në asnjë vend. Vesh me përjashtim nëse runa Zot dikush I bën Zotit shok edhe mendon që ka më shumë se një Zot, atëherë është problem. A për ndryshe, si të kish imanin besimin se Zoti është I vetmi meritor që të adhurohet me të drejtë, kemi gjetë dhe me thonë lehtësime tek emrat e Zotit, ose shikoj cilësitë e Zotit. Shikoj e që është Zoti I butë, ti je I vrasht, ti je I ashpër, Zotin e kjetë butë, Zoti I butë, po dhe one I butë. Ti kop rac, ta mashar, ti s'jep, ti s'pagun, ti s'dihmon. Zoti Kerim, ju hebul kurema, I dën ata. Zoti I gjymert, I dën të gjymertit. Zoti bujar, I dën bujarët. Mesazhi ka që edhe do të më bëj bujar, edhe do të më bëj gjymert, se Zotin e pas në gjymert. Do me thonë, veç duhet pak çka me u përqendru tek emrat edhe tek cilësitë e Allahut. Allahu na mundsoft me njoft Zotin ton në mënyrën më të mirë të mundshme. Puna e dytë që bëhet shkak se për me na ushtu imani, besimi, është leximi me vëmendje, me përqendrim edhe me studim I ajeteve kuranore. Leximi I Kur'anit me vëmendje, me përqendrim, me përkushtrim edhe me studim. Me studiu ka pak ajetet e Kur'anit. Aq sa kena mundësi, në bazë të njohurive tona. Allahu te bareke wa taala në Kur'anin fisnik në surën Sad thot: Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Çfarë do të thot? Ky është libër I bekuar të cilin ta kemi shpallti. Po I thot Allahu kujt? Muhammed alayhi salatu wassalam. Ky është libër I bekuar. E ka thujt Kur'anin Kitabun Mubarak. Libër të bekuar. Libër të bereqetshëm. Që ta kemi shpall ty, o Muhammed. Edhe mas Muhammedit edhe neve në ka orë Kur'ani. Për çka ja ka shpall pejgamberit ton, për çka ja ka zbrit Kur'anin pejgamberit ton, për çka na ka dhënë Zoti Kur'anin këtë dhuratë madhështore të pashmim. Nuk mujna me çmues farvlerë rëndësie ka. Allah po thot liyadabbaru, që ta studiojnë. Kënë, ta kemi zbrit Kur'anin, ty edhe pasuesve tu që ta studiojnë Kur'anin. Edhe çka të marrin sin. Të studiojnë ajetet e Kur'anit edhe
وَلِيَتَذَكَّرَ ulul albab, edhe të marrin mësim prej Kur'anit, të marrin derse prej Kur'anit kush? Ulul albab, të zotët e mendjes, ata njerëz të mendshëm, ata njerëz që meditojnë, ata njerëz që hulumtojnë, ata njerëz që përdorin trunin, e nuk e kanë trunin veç për me flejt,